Unë sot do të filloj fjalimin tim me një falenderim të veçantë, që ju nuk prisni. Unë falenderoj Flamur Nokën. Unë agroshet në studion tuaj kam paraqitur dokumentat që e kompromentojnë lidhjen me Erion Veliajn. Faleminderit Flamur. Shumë faleminderit se po më bën një nder të jashtëzakonshëm. Sa më shumë musulmon ti Flamur, aq më shumë pikë fitojmë ne. Qytetarët shqiptar kanë mundësi të kuptojnë diferencën. Flamur kanë vetëm një kërkesë për ty. Mos ndalo. Vazhdo, vazhdo, vazhdo. Vazhdo dhe thuaj gjithçka. Shumë pak Flamur, më shumë. Ti mund të bësh më shumë, ke treguar që mund të bësh më shumë. Shko për te që jam i shitur, pateric, vllai ka martendra, më shumë Flamur. Vazhdo ngul këmbë, të lutem vazhdo. Është e qartë që po na sulmojnë. Po në sulmojnë sepse duan të mbrojnë status quo-n. Janë të trembur për opozitën, jo më për pushtetin. Po shqetësohen nga fakti që ne jemi një alternative besueshme. Dhe kanë frikë se u mbasin privilegjet e tyre. Janë të trembur nga ndryshimi në opozit, imagjinoni. Janë të trembur nga alternativa jonë. Pse ndjen kaq të kërcënuar? Thjesht e mendojmë ndryshe. Thjesht duam që t'i japim Shqipërisë një qeveri të pakapur dhe të pakorruptuar. Pse janë kaq të shqetësuar nga ne? Kush na sulmon, imagjinoni. Ore, e kuptoni që Flamur Noka e ka makinën më të shtrenjtë se makina që kam unë. Imagjinoni, Flamuri s'ka punuar një ditë në jetën e vet. Makinën e ka më të shtrenjtë se imja.